vlerat në aspektin financiar, një investim me ndikim strategjik dhe afatgjat. Mediat prestigjioze britanike përshëndeten arritjen e Kosovës me kontratën e blerjes së firmosur nga ambasadori i Kosovës, Ilir Kapiti. Tregu imobiliar i qendrës së Londrës është një treg i stabilizuar me kohë dhe që nuk pëson luhatje, si tregjet e zonave përreth saj. Blerja e kësaj prone për ambasadë në qendër të Londrës është një veprim financiar strategjik falë rritjes së vazhdueshme të vlerës së pronës dhe prestigjit të lartë të zonës qendrore të Londrës. Duke qenë në qendër pranë bizneseve dhe atraksioneve kryesore, këto prona mbeten shumë të kërkuara gjatë gjithë kohës dhe kjo tregon një siguri të një investimi të qëndrueshëm dhe me potencial të lartë financiar. Ndryshe nga marrja me qira të qenit pronar ju jep kontroll të plotë mbi hapësirën tuaj, stabilitet afatgjat dhe mundësi për të përfituar nga rritja e çmimeve të tregut. Një rezidencë në Londrën qendrore nuk është thjesht një pronë e palujshme, por një aset i çmuar me përfitime afatgjata. Subscribe për më shumë video si këto.